pse unë nuk friksohem që do të kurrën partitë e vogla në kurriz të partive të mëdha. Domethënë, është shumë e rëndësishme me unë nënvizu se të partitë e mëdha, sado që njëna është opozitë, tjetra nuk është, kemi të bëjmë me të njëjtit akter politik. Domethënë, sepse po ta kishte PD një lideri që është i paprovuar, do ishte histori tjetër. Komplet histori tjetër. Pra, atëherë do kishte hapësirë thua. Po, do të shkrihesh në partitë e vogla sepse do të konsumohej hapësira mediale dhe gjitha këto. Shif, ne të gjithë, në çdo studio, nuk ishin partitë përfaqësues të partive të vogla, jemi tu i folë ne, ku do që shkojmë, domethënë, po përsëritet kjo, domethënë, në 2021 Risi ka qenë Ilir Meta, domethënë, i cili flite që mund të merr mandate në Tiranë. Tash kemi 3 akter, secili prej tyre i artikulum, ideologjikisht në bosht vetin, shehaj i djathtë, po më thua që për këto parti të reja, se pastaj kemi dhe parti të tjera të vogla që janë në garë, që është partia e Bashës, apo koalicioni i Bashës edhe koalicionet të tjera, ka pak gjasa që ky elektorat që sot do t'i votonte, nëse zgjedhjet do të bëheshin tyiki? Unë mendoj që do të rritë, unë mendoj që do të përmirësohen në sondazhin tjetër të radhës. Shiko, fakti që Berisha Rama dalin televizor nuk u lajmi mirë për ta. Unë besoj që ata më shumë shkaktojnë një rritim, se sa dikush thotë i ndëgjova ata tu i folën nxis po pres mi votu. Domethënë nuk në gjë shqiptar. Por ne e dim që këta të tjerë të mëdhenj kanë makineri shumë të mëdha. Po, makineri po. Se folëm më herët se tash konsumohet hapësira televizive, dalin këta më shumë. Po unë mendoj që këta më shumë shkaktojnë irritim se sa shkaktojnë, domethënë, entuziazëm te votuesi vet. Po edhe këta kur dalin, nuk dalin edhe flasin vetëm për vete. Këta dalin dhe sulmojnë pikërisht këta. Le themi, nëse Partia Demokratike zoti Berisha ka filluar atakimin, është vot kundër apo vot që favorizon Ramën, Paterice Ramës, apo Rama thot votat e dhura dëm etj. Kjo narrativa do filloj do shtohet. Sa dim ne kemi diskutuar në fundit dikon janë 150.000 votues të ri që futen anash për diasporës, domethënë që votojnë për herë të parë. Që votojnë për herë të parë. Për tyre unë besoj që Tirana i ka dikon 40.000, do të mi pasë se është modeli pak a shumë i njëjtë. Domethënë për atyre votuesve që janë 40.000, që është shifër bukur e madhe që e bën dallimin. Nuk i entuziazmon as Rama as Berisha ata. Plus që është një përparësi tjetër që unë mendoj që ka më pas rol në këtë zgjedhje. Rama zakonisht i frikson vetë që po fiton Berisha, kthehet Berisha. Me këto shifra nuk friksohet askush, domethënë. Votuesi që është në kërkim të alternativës, nuk e ka frikën që Berisha po i fiton zgjedhjet. Pra ai do të shkojë te një votë që është pak më ere, më pa korruptuar, më pa kapur pe këtyre Frankensteinave politik të mëdhej. Të rritë e Tiranës unë mendoj që kanë me bë dallime. Po si mendon ti që duhet luajnë të paktën partitë e reja në këto 2 muaj që kanë mbetur? Do luajnë në sulm për të rritur, për të kapur të pavendosur që në Tiranë janë shumë të rëndësishëm, apo do luajnë në mbrojtje që të mos ju iki ky nivel që kanë arritur deri tani? Bicikletës ose vozit ose rrezosh, domethënë. Jo, unë mendoj që fushat aty duhet jetë do të rikthehet në shpalosjen e ideve të tyre që i kanë. Qëre, këta bojnë gabim nëse thonë kemi fitu zgjedhjet, sepse dolin edhe ka pak qesharak, domethënë si fiton zgjedhjet, po këta dolin serioz nëse thonë që vota jonë, që ju na jepni, sepse goditja më e madhe që po i bëhet është do të humbet vota, kush e voton partitë tjera opozitore si sta Berisha në Elbasana, në Fiera, s'di ku ishte, tha është humbje, nuk është humbje, është mandate, domethënë nëse i voton këto 3 partitë këtu, nuk të humbet vota. Paterice pushtetit i ka konsideruar Berisha. Nuk është agrënsheja Paterice pushtetit, sepse agrënshehaj nuk e lan pushtet, nuk e la opozita me majt interpelancën në kuvend. Po luftën e të vegjëlve me njëri tjetrin, e konsideron që mund t'i bashkëngjitet kësaj narrativës së të mëdhenjve dhe diku të ngjiste grupimet e... Këta janë ka luftojnë pak a shumë për të njëjtën votë. Nashta vetëm Çoraj është pak më i profilizuar në kuptimin ideologjik të majt. Domethënë Çoraj krejt çka shen s'kenë në politikë shet djathtas. Kur gjë s'kon të majtën e tina. Ajo është më i majti prej gjithëve, domethënë ka veç djathtas të Çoraj. Në anën tjetër e ke shehajnë që sheh majtas, Lapaj është pak më shumë oportunist, po sidoqoftë. Edhe këta, edhe shehaj, posaçërisht shehaj e Lapaj, po luftojnë për votat e të djathtës. Këta po luftojnë për votat e të djathtës. Për votat e djathtës. Po luftojnë. Prandaj edhe sulmohen pak më shumë me njëri tjetrin. Domethënë, shehaj provon me marr votën sepse në Tiranë do ishte interesant. Domethënë, shehaj për dallim prej rangut të vendit, në Tiranë ishte më i popularizuar se në rang të vendit. Domethënë, ishte i dyti, ishte para Lapajt. Po. Ishte para Lapajt. Po çka, ndoshta edhe në pjesën e dytë, ndoshta edhe tash, po
Unë e shoh, kam diskutuar edhe javën e kaluar për shkollë veni, po edhe Tiranë vlen e njëjta rregull. Po shoh hapësirë të madhe për më rrit Ku, tek votuesit e PD-s apo tek te votuesit e PD-s. Te votuesit e PD-s. Absolutisht, sepse Berisha është në limitet e tij, domethënë Berisha mundet me urrit, domethënë ka 28% është e Berishës që është kapacitet se është dhe partia, mos ka nga pa shkolla. pëlqyeshmëria është e madhe, domethënë është 6-6. Pra, këta kanë domenin Po se atë votojnë veçlit Berishën. rrezikojnë më shumë Partinë Demokratike se sa Partinë Socialiste. Nuk di ta them këtë gjë, këtë e thot Berati. Jo, po sipas Beratit.